A kemi nevojë ne për kaq ndërhyrje estetike ditët e sotme? Në qoftë se flasim për ndërhyrje të vogla që rrisin vetë vlerësimin ton, patjetër që po. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Ndërhyrje me karar, pa e tepruar. Në qoftë se e teprojmë, pastaj jemi duke larguar estetikën nga mjekësia. Pra jemi duke vepruar gabim. Kështu që sigurisht që mirëmbajtja, të ndjesh mirë me veten është gjë shumë e mirë, por pa e tepruar gjithmonë. A janë fillerat gjithmonë një zgjidhje e bukurisë? Jo, nuk janë fillerat një zgjidhje e bukurisë. Për mua është mirëmbajtja e para. Ka mezoterapi të ndryshme, po e lëm skincare-in më njanë, home care-in në shtëpi, po flas për procedurat estetike. Për mua mezoterapi, skin boosterat, lazerat, bota po shkon më shumë në drejtim të procedurave të teknologjisë se sa në drejt makinerive se sa fillerave. Kështu që fillerat duhen, ka raste që sigurisht që duhen, por që nuk janë gjëja e parë që neve rekomandojmë te pacientët. Dhe kam vënë re, të paktën në pacientë e mi, që kërkojmë kryesisht gjëra mirëmbajtje.